Kemi përsëri një goditje dënimi për ekipin e Shirokës. Është një distancë e lartë rreth 30 metra larg portës së portierit Alla. Topi në zonën e tërbonit dhe ekipi i Shirokës ka kaluar në avantazh. Ishte pikërisht një krosim në zonë dhe Musaj aty me kokë ka shënuar golin e parë për ekipin e Shirokës. Është minuta e 7 e pjesës së parë të këtij takimi dhe ekipi i Shirokës ka kaluar në avantazh. Ishte një gabim i mbrojtjes së tërbonit. Pra Shiroka 1 dhe tërboni Pukës pran topit numrin 11 të Buqi. Pritet ekzekutimi i goditjes së dënimit. Pran topit janë 2 lojtarë të tërbonit. Është Buqi dhe Andoni. Le të presim nga ky moment. Topi në zonë. Ka goditur dhe ekipi i tërbonit ka barazuar. Ishte një moment mjaft i bukur. Moment mjaft i bukur dhe ekipi i tërbonit ka barazuar. Është minuta e 20 e pjesës së dytë të këtij takimi. Një aksion i realizuar mjaft bukur dhe ekipi i tërbonit pra arriti të barazojë rezultatin. Minuta 20 e pjesës së dytë, Tërboni 1 dhe Shiroka 1.